është në rrezik për shkak që është një hapësinë e pavarur, është të funksionu sipas një modeli i cili është zhvillu qëto vitet e fundit, nuk është veç Armata, ka plotësi pronat përbashkëta të cilat janë vënë në funksion të publikut, komunitetit. Marrëveshja që ka qenë mes nivelit qendror edhe lokal e ka një farë interpretimi të paqartë ligjor se a vazhdohet automatikisht për 10 vjet ajo, edhe na ishim dashur me majqet bisedë gjallë edhe ton kohën më konë të folë për hapësira publike. Kemi fillu një kampanjë që e ka emrin çka po ndodh me Armatën, se kjo është një pyetje që po bëhet kështu në vazhdimsi. Qysh edhe te Armata është një kinema, është në qendër Prishtinës, te sheshi Zair Pajazite, është kinema publike, që do me thonë që është pronë e shtetit edhe prej vitit 2018 është aktivizu përmes një partneriteti publiko-civil, pra shteti bashk me një organizat jo vetimprurse që është themelu për mja rikthyer Armatën qytetit. I kanë lidh disa marrëveshje në mënyrë që Armata me fillu me funksionu, edhe prej atëherë ka pas në Armatë aktivitetet ndryshme, besoj plot edhe kanë mrigja qëse periude me vizitu, me shku me pa filma, me konë pjesë e aktiviteteve të ndryshme. Çka po ndodh me Armatë është që momentalisht çajo marrëveshja cilës ju referova ka dalë që njona prej atyre marrëveshjeve që është bo mes nivelit qendror edhe komunës së Prishtinës, pra është pronë e nivelit qendror, pra menaxhume prej Ministrisë Punëve të Brendshme. Ata ja kanë dhonë në menaxhem komunës Prishtinës, ndërsa komuna Prishtinës ja ka dhonë fondacionit Armata. Edhe marrëveshja që ka qenë mes nivelit qendror edhe lokal e ka një farë interpretimi të paqartë ligjor se a vazhdohet automatikisht për 10 vjet ajo, edhe kjo e ka punën që Ministria vitin e kaluar në nëntor me na kërku që mi dorëzu qelsat për shkak që po konsiderohet që ajo marrëveshje nuk është valide. Edhe ka një pikë ligjore ajo, sepse ajo marrëveshje do të thonë është një pikë ligjore ku flitet tamam për çato ku thuhet, që kjo është çito. Po, këto marrëveshjet kanë ekzistuar, domethënë është çështja e një interpretimi, po në fund ditës kjo është ç'më thoni shpjegim teknik, cilin edhe shpesh kur po mbjan m'ia bë njerëzve po hasim është shumë e komplikume, ka njerë, po do të me boni ase flowchart, ashtu po, që kjo e ministria, që kjo, kështu që qa kena vendos me bo është që të premte në ora 6 kena me bo, ka me bo një PowerPoint, edhe e kemi ftu krejt qytetin, hajdeni me kuptu qka taman situata, që kjo është në nivel, do me thonë, teknik, ligjor, po në anën tjetër është me rëndësi me pas edhe një bisedë ka ona e qasoj që është në rrezik për shkak që është një hapësinë e pavarur, është të funksionu sipas një modeli i cili është zhvillu qëto vitet e fundit, nuk është veç Armata, ka plotësi pronat përbashkëta të cilat janë vënë në funksion të publikut, komunitetit, përmes këtyre lloj bashkëmarrëveshjeve, edhe thjesht është puna që për shkak mënyrës që funksionojnë, nuk e marrin vëmendjen e duhur, infrastruktura ligjore nuk është e përshtatshme, por gjithashtu edhe na ishim dashur me majqet bisedë gjallë edhe ton kohën më konë të folë për hapësira publike edhe që më siguru se do me thonë që kjo sfera publike veç është të shkutut kur edhe është roli i jon me folë haptazi për çdo se anë mi mbrojt po dhe me shkun qëto hapsina dhe me thonë qëto jenë tonat, hajde po mbledhëm bashkë. Për me parandalu që mu mbyll hapsira plotësisht, çka ka ndodhur është që Ministria e Kulturës ka intervenu të themelu një komision në kuadër të Ministrisë Kulturës, ku edhe na si fondacion marrim pjesë në qatë komision, edhe qaj komision pak a shumë merr vendime rreth shfrytëzimit hapsirës, edhe për kujdeset ose e ka qatë rol që mu për kujdes për Armatën në qëtë fazë, është zgjidhje e përkohshme, edhe po, momentalisht jemi, do me thonë, me Ministrinë e Kulturës,
tash ka mënyra ndryshme të financimit edhe përgjithsisht nuk është e domosdoshme që gjithçysh me funksionu përmes qytëne transaksioneve, do me thonë ka qenë idea që plot prej qytëne hapsinave menaxhohen prej organizatave dhe ato ofrojnë edhe si shërbim te palët e treta, cilat e marrin hapësirën me qira në shkëmbim organizata i ndihmon me aktivitetin. Edhe që kjo ka qenë si një pi mënyrave të funksionimit, ndërkohë ekziston mundësia edhe e ngritjes fondeve, qoftë përmes crowdfunding campaigns ose me apliku të donatorë të ndryshëm, do me thonë nuk është e domosdoshme që tash që kjo pengesa që kemi për shkak që nuk kemi plotësisht menaxhim të plotë mbi hapësirën edhe nuk mujmë me pranu çdo transaksione. Na ka bloku për këtë periudhë, t'ja dalim veç tukun të rrethum për njerëzve, për përkrahjes, për një kulturë të kujdesit. Po, do me thonë, prej marsit jemi të punu që aty vullnetarisht. Jemi të prit, kemi shpresa që kemi me marë fonde emergjente dhe krejt, po do me thonë, është qashtu situata që një ditë të bëhet mirë, se kemi apliku, po ajo po merë ko, që shë përmena në rastin e armatës, kjo i ka ro që ky bashkëpunimi mes nivelit qendror edhe lokal, shtetëror, edhe një organizate jo fitim prurse, pra kur shteti bashkëpunon me organizata shoqërisë civile, ose jo organizata domosdoshmërisht, për me kriju partneritetet ndryshme, për iniciativat ndryshme në shoqëni. Edhe që kjo në rastin jo veç të armatës, po plot hapësinave tjera në Prishtinë edhe në Kosovë, që kjo e ka mundësu që plot që si prona që janë të përbashkëta me mujt mu aktivizu për publikon pa e pas synim kryesor për fitimin financiar. Qatë pyetësore kemi bo para disa mujve edhe ka përgjigje. A i keni përplëcua? Kena plëcu qatë pyetësore, kena plëcu po mdoko ditën e dytë që ka dojë. Jena ullën edhe Sara dhe kena thonë, let's help armata të këshirim që ka munim. Që ka nga kam pytë? Se di. Jo, nuk banë. Ka këtë përgjigje të kësia, po, e kemi bua edhe një pyetje, çka po bën armata gabim? Kështu që kushdo që ka kritika edhe çato. Armata po bën gabim, radiatora. Shumë soft. Po. Verës është shumë nxehtë. Jo, në fakt verës flat, kështu që çaj është e mira për verës. Okej, verës të shkojmë të gjithë në armatë. Me ndru motit. Po ka qenë ideja që prap në qatë kohë si ekip e re edhe si ka qenë motivuese me qitë një pyetësore dhe me pa që për një me ka interesim edhe ka entuziazëm për armatën edhe me lexu për menime që njerëz i kanë për armatën. Edhe është ideja që ajo që se ekip i ri tash do të me menu, qysh pe ndërtojmë ose pe ndërtojmë mbi punën që o bo deri tash, për me bo një institucion që është edhe në dialog të vazhdueshëm me komunitetin, kështu që e kena një pyetësor që mundeni me gjetë në rrjetet sociale të armatës edhe me plotësu, me prioritizu, më ullë në tavolinë edhe me gjetë zgjidhje. E dim që nuk është shumë lehtë për shkak që edhe infrastruktura ligjore nuk parashe shumë lehtësime për qësi lloj qësi lloj forma, qësi modele të funksionimit të qytetëve hapësinave, po është me rëndësi që me prioritizu, mu taku edhe me tentu me gjetë zgjidhje.